Bashkia Maliq në fillim të muajit të ardhshëm do të çelë zyrtarisht sezonin turistik. Sipas Dhora Dajkos, drejtoresha e qendrës multifunksionale Dimitra Orgocka, vitet e fundit është rritur ndjeshëm interesi për fshatrat e kësaj bashkie, veçanërisht ato malore, ku turistët e aventurës janë gjithnjë më të shumtë. Maj, që është çelja e sezonit turistik. Shiko, Maliqi është në rritje të turizmit dhe për këtë jemi gjithë shumë të gëzuar. Ne kemi pika turistike të jashtëzakonshme për t'u parë, për t'u vizituar nga të gjithë dhe ne na duhet që të punojmë që këto pika turistike të njihen nga të gjithë. Do të ishte shumë mirë që të rinjt, për shembull, të sjellnin video, pse jo, edhe në gjuhën angleze, kështu ne ti promovojmë edhe për gjithë të huajt që vinë me bicikleta edhe shohin zona si Lozhani, Gora, Strelca e të tjera. Ne kemi bërë të ditur për gjithë nëpërmjet një video të postuar në Qendra e Kulturës Dimitra Orgocka në Instagram e Facebook që nga data 26 prill deri më 26 maj do të presin video nga gjithë të rinjtë dhe të rejat. Shpallja do të bëhet më datë 29 maj, kush merr më shumë like, komente dhe share në këto rrjete sociale. Me zër po pres, në fakt jam shumë entuziaste dhe nuk di, domethënë, kreativiteti të rinjve deri ku do të shkojë.